nder, kënaqësi e veçantë për mua të jem në mesin tuaj. Të gjithë ne kemi së paku një arsye pse mendojmë se opcioni qytetar për Maqedoninë duhet në Republikën e Maqedonisë. Është shumë thjesht, sepse unë vi si ju nga komuna e Karposhit, nga një komunë të e cila çdo herë ka dominuar hareja, suksesi, bashkëpunimi, multikultura, multietniciteti. Atë energji vendosëm ta shpërndajmë edhe jashtë komunës tonë, duke ju treguar njerëzve se si jetohet në lumturi, si jetohet në hare, si të jetojmë njëri me tjetrin, e jo njëri afër tjetrit. Unë, deri tani, asnjëherë nuk jam marrur me politikë, por diçka në mua më tha, është koha. Është koha për të treguar diçka tjetër. Ajo që unë jam grua, nuk më ndalon që të jem politikisht të aktivizuar, po është vërtet vështirë. Do të kisha thënë jashtëzakonisht rëndë. E dini se në të njëjtën kohë jam grua, jam nën, jam re. Gjithashtu jam profesoresh në shkollën e mesme Dimitar Vllahov, ku më presin njerëz, ku më presin nxënës, më ushtrien nxënësve. Të gjithë presin nga unë të kryej në kohë obligimet, e ajo nuk është lehtë. Por, opcioni qytetar për Maqedoninë është gëzimi, lumturia ime. Për këtë kam përkrahje të plot nga bashkëshorti, nga familja. Pa përkrahje, besoni që nuk mund të arrihet suksesi. OQM-ja është parti multietnike dhe ajo shihet që në hapat e saj të formimit të partisë. OQM-ja i vlerëson të gjitha identitetet dhe kulturat, grupet etnike, simbolet e tyre, festat dhe traditat. Shpresoj se do të kemi punë të suksesshme dhe ju si antar të opcioni qytetar për Maqedoninë do të punoni në hare. Karposhin së bashku me Stefço Jakimovskin nuk dim për humbje. Dhe tash, të gjithë ne së bashku përgatitemi për një fitore të re. Ju falenderit. Si të nije, imame najmalku една причина защо мислиме дека имаме потреба од гром во Република Македонија. Тоа е многу едноставно, затоа што јас, исто како и вие, доаѓам од општина Карпош, од една општина во која секогаш доминираше слогата, успехот, соработката, мултикултурата, мултиетничкото живење. Таа позитивна енергија решивме да изнесеме и надвор од нашата општина, кажувајќи им на луѓето како се живее во среќа, во слога, како да живееме едни со други, а не едни покрај други. Јас никогаш до сега не сум се бавала со политика, но нешто во мене ми рече, време, ајде да кажеме нешто друго. Тоа што сум жена не ме спречува да бидам и политички активна. Да, точно е, не е баш лесно. Дури би рекла и потешко е. Знаете, јас во исто време сум сопруга и мајка и сна. Згоро сум професорка во средното училиште Димитар Влахов. И таму ме чека една војска ученици.
Сите очекуваат од мене навреме да си ги завршам обврските. Тоа не е лесно. Но, нешто ќе ви кажам. Гром е мојата радост. За ова имам целосна поддршка од сопругот, од семејството. Без тоа, верувајте, не е можно да се успее. Гром е мултиетничка партија, а тоа се гледа уште од првите чекори на формирањето на партијата. Гром ги цени, ги почитува сите идентитети и култури, етнички групи, нивните символи, традиции. Се надевам дека ќе имаме успешна, плодна соработка и вие како членови на граѓанската опција за Македонија ќе работите во слога. Карпош, заедно со Стефчо Јакимовски, не е